Më 16 gusht ekipi Blu Televizion udhëtoi drejt fshatit Kallarat, ftuar nga shoqata kulturore Kallarati, me synim një reportazh për takimin e brezave. U nisëm nga bypassi i Vlorës dhe kur rruga u drejtua nga Kanina, u kthye majtas në rrugën drejt lumit të Vlorës, një dhuratë e merituar për banorët dhe fshatrat me tradita të pasura. Vija rëke e gjelbër e lumit Shushic që buron në Kuç e derdhet në Vjos na shoqëroi gjatë gjithë udhëtimit, ndërsa përshkuam Drashovicën, Kotën, Gjormin, Lepenicën, Bratin, Tërbaçin e Horën e Vranishtit. Të gjitha këto në syrin vigjilent të operatorit të Blu Televizion. Kur mbritëm në prag të zonës, tabela Kallarat na tregoi se ne kishim mbritur aty në destinacionin ton dhe pamja që na doli përpara syve ishte mali Bogonicës në horizont. Në qendër të fshatit, një ambient i zbukuruar me banera, flamuj, lapidar dhe bustin e herojit të popullit Mumin Selami. Ndërsa ne u ndalëm për një kafe te gjithnjë mikpritësi Kafe Kallarati pranë lumit. Në zemër të fshatit na tërhoqi vëmendjen lapidari për 27 dëshmorët, busti i Mumin Selamit dhe 2 klube, Zeqo Hoxhaj, këngëtar dhe pjesëmarrës në festivalin e Gjirokastrës së vitit 1983 dhe Zgara, Koço i lumit. Rreth lapidarit u mbollën pemë në kuadër të iniciativës Mbilldet një pemë në vendlindje dhe një çezme punuar me kujdes ofronte ujë të ftohtë, kurativ për vizitorët dhe banorët. Një simbol ky i burimit të vazhdueshëm të jetës në këtë zonë. Mali Bogonicës dominonte horizontin me formën karakteristike. Më tutje, fshati historik, fshati i djegur, u zbulua si vendi i vërtet i origjinës së Kallaratit, i braktisur pas shpërnguljes së viteve 1660, 1720 dhe djegurisë së vitit 1914. 3 lagjet e tanishme, Morres, Basha dhe Qafa e Ubabit, ishin qendra e rikthimit të banorëve pas rezistencës heroike. Po cila është zemra etnografike e Del Kallaratit? Fshati Kallarat dhe zemra etnografike e Del Kallaratit. Kallarati pjesë e krahinës së Kurveleshit të poshtëm, kufizohet nga Bolena, Kuçi, Himara dhe Vranishti, në një lartësi mesatare prej 354 metrash. Ky fshat historik është rikthyer në skenën kulturore përmes takimeve të brezave, i cili mblidhet çdo vit prej vitit 2003. Nismë kjo shoqatës Kallarati për të rigjetur lidhjet mes komunitetit dhe për të promovuar kulturën vendase. Këto takime pasqyrojnë dashurinë për vendlindjen përmes poezive të Çajupit që flasin për rrënjët, ikjet e mërgimet dhe rikthimet e plot shprese. Ato ringjallin kujtime fëmijërie, vlera familjare dhe tradita kulturore që lidhin brezat. Ky është vendi ku u rritën figura të shquara, si Neshat Tozaj, skenarist, Rami Memushaj, gjuhtar, Hishmet Meçaj, poet, Petrit Qejvani, intelektual, Gafur Shametaj, Enver Strati e Lela Qejvani, Bajram Karabolli, Sajmir Strati, i librit Guinness, Elisabeta Karabolli, kampione në qitje, Ledian Memushaj, Agim Mataj, gdhendës në Itali, Fatos Ribaj, piktor, Gentian Qejvanaj, ciklist që nga Kina vjen në Kallaratin e bukur, dhe Hyso Xhaferaj, Bilbili Labëris. Kënga folklorike mbetet gjallë. Çukëput një këmbë mali nga Zeqo Hoxhaj, Djepi Yn, burim Floriri nga Evgjeni Jonuzaj dhe interpretimi i fundit I jam djal nga Labëria nga Gjergji Leskaj e plot të tjerë. Në orën 19:30 të datës 16 gusht nisi dhe takimi I brezave. Himni kombëtar çeli takimin e brezave. Takimin e çeli Kastriot Karabolli, kryetari I fshatit, ndërsa këngëtarja Maja Aliçkaj, e ftuar për herë të dytë në këtë takim, emocionoi dhe çoi pesh zemrat e të pranishmëve, ndërsa valltarët me fëmijë krijuan atmosferë gëzimi dhe bashkimi që vijoi deri në mëngjesin e ditës së 17 gushtit. Sonte në Kallarat zhvillohet takimi I brezave. Takimi I brezave është një aktivitet shumë I rëndësishëm që ka vite që në Kallarat ashtu si në shumë fshatra të Labërisë zhvillohet. Është një moment shumë I rëndësishëm sepse të gjithë kallaratësit kudo që jetojnë mblidhen një herë në vit, shmallen me njëri tjetrin, shpalosin kujtimet e tyre dhe nuk e harrojnë vendlindjen asnjëherë.
Unë jam Besnik Gjombrati, unë kam lindur në këtë fshat, kam kryer shkollën 8 vjeçare këtu dhe më vonë jam larguar për studime, kam qenë ushtarak, aktualisht banoj në Tiranë. Por unë vi këtu çdo vit, jo vetëm në takime brezash, por Kallarati nuk e harrojmë asnjëherë, sepse këtu kemi njerëzit tonë, këtu kemi të kaluarën tonë dhe ky fshat na lidh që të jemi të bashkuar. Pikërisht edhe sonde në këtë takim brezash, ku unë së bashku edhe me shumë shokë të tjerë, jemi marrë me organizimin e këtij takimi dhe presim që këtu të ketë një pjesëmarrje shumë të gjerë, jo vetëm banorët vendas, por gjithë kallaratës kudo që janë në Vlorë, në Tiranë, Fier, Durrës, po edhe migrantë shumë që janë në Greqi, në Itali, ndoshta edhe Amerikë, Kanada. Sonde do t'i kemi këtu. Është hera e parë që festohet edhe më thuaj edhe një kujtim të fëmirisë tuaj nga Kallarati. Ky aktivitet ose më saktë shoqata adetare kulturore Kallarati është krijuar në vitin 2003 dhe që është nga 2005-a, pothuajse kemi çdo vit zhvillojmë një takim të tillë. Takimi zhvillohet shumë i larmishëm, ka këngëtar, ka recitime, ka këngëllabe, por mbi të gjitha është ajo dashuria që i bashkon njerëzit dhe mendojmë që kjo traditë e filluar të vazhdojë në ndërbreza dhe prandaj dhe siç do ta shikoni sot këtu ka shumë të rinj të cilët i afrojnë vendlindjes. A është një qëllim për të afruar edhe të rinj të cilët kanë lindur në vende të tjera, por gjurmët i kanë nga Kallarati? Pikërisht kjo është që Kallaratin të mos ta harrojnë, jo vetëm ata që kanë lindur këtu, po edhe ata që kanë rrënjët prej këtu, sepse vetë sot zhvillimi i vendit tonë është i tillë që njerëzit mund të jetojnë e banojnë kudo dhe pikërisht Kallaratas ka në Amerikë, ka në Kanada, ka në Angli, Greqi, Itali e kudo tjetër, por një herë në vit ata mundohen që të vinë në vendlindje. Dhe ne si shoqat kemi një moto, ec nga do, Kallaratin mos e harro. Pikërisht këtë që edhe ai që s'ka lindur këtu të di origjinën e prindërve, gjyshëve, stërgjyshëve. Dhe me këtë të mbajmë gjallë frymën e traditës që ka Labëria, e ka fshati jonë, po edhe si shqiptar. Megjithatë Kallarati ka një histori të vjetër, mos gaboj. Po, këtu ku jemi sot është qendra e fshatit, por më përpara fshati ka qenë diku mbas meje, është në rreth të malit të Bogonicës. Në vitin 1914 është djegur nga antarët grek dhe i gjithë fshati ka qenë një fshat shumë i bukur me ndërtime mjaft të bukura, ndoshta disa nuk janë të arrira edhe sot, por djegja që ju bë fshatit, ku dhanë jetën 5 dëshmorët atë dheut dhe shumë tjerë u plagosën dhe fshati u troq dhe më vonë është ndërtuar këtu ku jemi, po në fakt është në 3 lagje që quhen Morres. Këtu ku jemi është Qafe e Ubavit, një fshat duke marrë rrugën në drejtim të Kuçit, edhe një lagje tjetër Basha. Të 3 këto lagje krijojnë atë një ansambël të vërtet që është Kallarati. Kallarati është vërtet në një pozicion gjeografik shumë të bukur, ka lumin Shushica, është rruga automobilistike, aq më tepër tani që u lidh me Qeparojnë dhe mendojmë që ky zhvillim i rrugës do të bëjë që të zhvillohet shumë edhe turizmi, sidomos turizmi malor. Ne kemi një kërkesë si shoqat që mendojmë t'ia kërkojmë edhe institucioneve shtetërore që fshati i djegur, i themi ne, ose Kallarati i vjetër, i djegur, të kthehet një qendër historike dhe për këtë do kërkojmë nga gjitha institucionet shtetërore që ta realizojmë dhe duke qenë i tillë, pastaj do të jetë shumë i vizituar, sepse Bregdeti është shumë afër edhe të zhvillohet edhe ekonomia. Ne jemi nga Kallarati dhe sot kemi ardhur për festën takim brezash. Është herë e parë për ju që... Jo, është vit për vit kjo punë që ne vim sepse jemi fshatar, kemi rritur këtu, pavarësisht se jemi larguar kohët e tradicionit, por tani... Prej nga keni ardhur sot? Nga Vlora. Po është takim brezash që bëhet çdo vit në datën 16 gusht. Kështu që...
synoni të tregoni edhe të rinjve për historinë e Kallaratit? Po kjo është qëllimi i kësaj, është që ky takim i brezave të vazhdoj që dhe brezat e rinj, këta fëmijë tanë apo nipër dhe mesat, të njohin njëri tjetrin dhe tradita të vazhdoj edhe për brezat e rinj, sepse neve më të moshuarit edhe i njohim e i dim këto traditat e njëri tjetrin, por brezat e rinj domosdoshmë vetëm në këto raste njihen kështu. Unë jam dhëndër i Kallarat, njëkohësisht kam qenë dhe ish veteriner i Lumit Vlorës. Kam punuar këtu një jetë tërë, veteriner, krijova dhe familjen, u larguam, shkuam në Vlorë, nga Vlora shkuam në Itali dhe tashti bim sot bashkë me gruan, edhe me këta konatollët e mije, miq bashkëfjatar të Kallaratas, për të festuar këto. Është një kujtim i madh që edhe ne na sjell nostalgji për kohën e shkojë, kemi kaluar jetë këtu, nuk është se kemi kaluar kalimtar, po kemi punuar në vështirësi të mëdha dhe tashti me këtë ndryshim që ka bërë dhe Kallarati dhe zona, shohim që po ecë përpara dhe po bie edhe një zhvillim që dojtë ish me kohë. Sa vitesh keni punuar veteriner në Kallarat dhe si e mbani mend Kallaratin më herët? Shiko, Kallaratin u kam punuar rreth 17 vjet në Kallarat, në Bolen, kam qenë krye veteriner i Bolenës. Edhe pastaj kam punuar veteriner i komunës Hor Varanisht. Edhe Kallaratin si e mbaj mend. Kujtime kam nga më të bukurat për Kallaratin e për gjithë zonën. Po tashti sot ndryshon si nata me ditën me këtë përpara ne kujtimi më i vazhdon t'ju shoqëroj dhe sot populli i mrekullueshëm i zonës. Popull bujar, popull i respektuar dhe me një traditë të pa imagjinueshme të Lumit Vlorës. Kjo është. Ne jemi rritur këtu, kam shkuar feminin, kam kaluar rinin, u martova, qëndrova prap këtu, linda 3 fëmijë. Pastaj ikëm në Vlorë, në 1-2 vjet, ikëm në Itali si kundërta dhe burri, edhe krijuam andej jetën. Po ajo nostalgjia që kemi për rritjen, për të gjitha këto që kemi kaluar këtu nuk harrohen kur. Kemi kaluar jetë të vështira, edhe sot gëzojmë jetë të mira, të themi, sepse gjithë ky popull që është këtu janë rrit me vështirësi të madhe. Unë kam qenë shitësi e bukës, që u kam dhënur bukë në atë kohë, që kish, s'kish, ajo që ishte e ndanim të gjithë edhe kemi kaluar një jetë shumë të mirë. Por të Kallarati nuk e haru Kallarati. Duhet edhe pak më shumë vëmendje nga pushteti vendor dhe qendror në mënyrë që të kthehet identiteti i fshatit ose të ketë më shumë përparësi. Po duhet dhe ajo një dorë duhet, po që avash do kaloj dhe ajo do vi, nuk do eci. Unë jam Zafer Qejgani, lere rritur këtu në këtë vend dhe kam emigrua në Shtetet Bashkuara të Amerikës 25 vjet shkuara. Familjen e kam atje, fëmijë të gjithë, edhe vetë kam ardhur këtu të shijoj këto bukuritë e këtij vendi këtu ku jam rritur, pasi kam dalë pension atje nuk mund të punoj më, edhe sot jam shumë i kënaqur këtu në takimin e brezave. Kam ardhur këtu të takoj gjithë bashkëtarët e mi që jemi rritur bashkë me ta. Jeni të pranishëm çdo vit në takimin e brezave? Këto 3 vjet e funit që kam dalë në pension, po. Ka ndryshuar diçka nga Kallarati? I vetmi ndryshim që është bërë këtu në Kallarat është që kanë mbet shtëpitë pa zot, se kanë ikë gjithë. Asnjë gjë tjetër s'ka ndryshuar. Kjo duhet të thënë që duhet pak më shumë vëmendje. Unë u kam bërë thirrje të gjithë bashkëtarëve të mi që të vinë të kthehen mrapsh ata që kanë ikë, të lënë fëmijët atje ku i kanë dhe prindërit e tyre të vinë këtu kështu siç kam ardhur unë. Unë jam kthyer këtu mas 25 vjetësh dhe kam bërë shtëpinë time që më kishte rënë në tokë, pavarësisht se më kanë proceduar se e kam bërë pa leje,
por kriminal nuk jam, veç kam ngrit shtëpinë time prapë nga para. Ku ju tani jeni zhvendoj jetoni në Kallarat? Do jetoj këtu, unë shkoj në Amerikë, se jam shtetës Amerikan, vete atje rri 4-5 muaj, edhe vi prapë shumë në kos. Sa vitesh jeni rikthyer të jetoni sërish në Kallarat? Kam 3 vjetë që jam kthyer mbrapsht këtu. Thy pak historinë e Kallaratit që është djegur, e mbani mend, do të keni thënë se Kallarati është një fshat i cili është djegur, ka histori të vim? Po Kallarati është djegur që në vitin 1914. Atëherë s'kishte lërë as babai kur është djeg fshati. Historinë e keni dëgjuar? Historinë e kemi dëgjuar, e dim, siç e din gjithë. Aq sa mbani mend. Po çfarë të them, kemi thonë njerëzit her pas here nuk shkon ai muhabet. Fshati na ka djegur Greku në vitin 1914 se ishin ato kohra kur Greku kishte pretendimet e tija që ta mirte këtë zonë këtu edhe lart e quante Vorjo e Piri. Edhe me këtë rast erdhi i vuri zjarrin, po aty u nodhen fshatarët edhe ishin ca djemë të Zot që e pritën me luftë. Edhe ata vranë kapitenin e atyre që kishin ardhe grekërve, që kishin ardhe këtu, quheshin andartët grek. U vra kapiteni edhe ata pastaj e vazhduan akoma luftën derisa arritën edhe i vuan flakën fshatit e Dojnë. Në këtë kohë fshatarët u shpërngulën gjithsekush nëpër tokat e tyre, bën nga një kasolle, pastaj me kalimin e kohës avash bën shtëpi edhe derisa në kohët e sotme arritën që të bëjnë shtëpit këtu ku janë tani edhe një lagje tjetër atje më lart. Sa vjeçë je? Jam 13 vjeçë. Dhe çfarë do të bëni sot? Do të kërceni e veshur me... Sot do të këndoj me këngëtaren e njohur Maja dhe do të kërcej. Ju mosha juaj apo duhet të vinë të tjerët? Duhet të vijë gjithë mosha jonë edhe të tjerët. Prej ju vetëm prej nga keni ardhur sot? Nga Vlora. Përshëndetje, unë jam Elvira, jam bes në Kallarat e Dautajt, i matë është nga Kallarati, gjyshim nga Kallarati dhe vim çdo vit për të takuar njerëzit dhe për të njohur me të gjithë njerëzit, do me thënë të gjithë bafshatarët e babit, për të njohur gjithë fshatin e babit tim, për mos të humbur rënjet, mos të humbur traditat. Jeni të përditshëm në këtë takim brezash? Po, vi çdo vit me babin. Vim çdo vit në takimin e brezave që fëmijët tanë mos të harrojnë prejardhjen nga e kanë. E para, e dyta, neve duhet jemi ata që duhet të detyrojnë fëmijët. Që duhet të detyrojnë fëmijët që ta njohin njëri tjetrin këtu, të miqësohen, se dikush është në Greqi, dikush në Itali, dikush në Tiranë, dikush në Saran, dikush në Delvin. Duke ardhur këtu, miqësohen, shoqërohen dhe prezantohen për një të ardhme tjetër. Pyetje e drejtë me vend shumë pyetje që më bën. Vërtet kam një kohë të gjatë në fshatin tim në Kallarat. Që nga viti 1969, që kam qenë drejtor deri në vitin 1990. Kam jetuar me bashkëtarët e mi, me Kallaratës. U kam ditur hallet, problemet që kanë patur, kam jetuar me hallet me problemet e tyre. Edhe kur qanin, edhe kur këndonin. Në vitet e ardhjes demokracisë, ne e quajtëm demokracinë si një humbje, si një e papritur. Por, ky ishte koncepti, ky ishte mendimi jonë, horizonti që kishim në atë kohë, e vërteta është kjo që Kallaratët si sot kanë ndryshuar shumë. Nëse do bëjmë një llopare llogaritë vogël, mund të themi se nga Kallaratët që kanë baluar këtu në Kallarat, janë larguar rreth 60 familje. Që janë shpërndarë gati shumica në Vlorë, një pjesë në Tiranë dhe në Itali, në Greqi, në Angli, deri në Australinë larg. Ata kanë punuar, kanë bërë një jetë të mirë, e kanë ndryshuar jetën. Mjafton të përmendni Shqipër, rreth 100 shtëpi e vila kanë ndërtuar e kanë blerë. Këta Kallaratës që kanë qenë këtu në Kallaratën e vogël. Tani, takimi i brezave është një veprim, një akt shumë i drejtë, shumë i lartë. Pse akt i lartë? Sepse këta bi dhe bia që janë larguar prej kohësh, kthehen te vatani
oj tyre, oj të parve tyre. E gjenë këtë tokë, e gjenë këtë bënë, prehen, kënaqen, kalojnë ditë e netë të mira. Tu ishte mendimi im. Sa tradita të fshatit të Kallaratit? Edhe një të pyetje lutem? Sa tradita të fshatit të Kallaratit, dhe a vazhdojnë të ruhen këto tradita? Po, është e vërtet. Si çdo fshat edhe Kallarati ka pas traditë e tija, me vlerë, që kanë të bëjnë me respektin për njëri tjetrin, me dashuri, vite me hershme, në një dasmë, shkon këto e gjithë fshati. Ajo vëllezëria vite më herët në dasmë, gati një javë, përse fshati vite ditën e dasmë. Këto dar nga dar filluan të zbuten, edhe koha që atë sopërn e madhe që uleshin të gjithë rreth saj, ta kthejmë në pjata, edhe koha për një kulturë, për një meqepim më të ri, më të mirë. Edhe disa nga këto tradita të parve tanë, ruhen ende. Ndoshta ajo dasma karakteristike asaj kohe nuk bëhet, por prap vëllezëria, fisi mundojnë t'i mbledhin t'i bashkojnë, të afrojnë këto këvënde. Besoj një thirrje për të personat ose banor të Kallarit që janë larguar për të rikthyer? Po, është e drejtë pyetja. Patjetër që çdo lëvizje ka do ketë edhe prurjen dhe mos prurjen. Dhe e mirë është që ata që janë larguar të mos të harrojnë vendet, së para njerë të mësojnë gjuhën fëmijëve të tyre, gjuhën shqipe, gjuhën e nënës. Se gjejmë raste, shikojmë raste që nuk e flasin fëmijët gjuhën e nënës. Kjo e para duhet mësojnë para. Së dyti të kthehen, të batajnë. Edhe të investojnë dhe në këtë Kallarat, se jemi një fshat në anë të rrugës, me kushte jo të këtia, jo kushte të mira bile nga ana klimaterike, dhe u bëthire që të mos të harrojnë, mos të harrojnë. Se vërtet që ne kemi vite që jetojmë në Tiranë dhe punojmë, por gjithmonë nuk kemi harruar asnjëherë vendlindjen jonë që është fshati jonë. Edhe vetë kjo loku që kemi ne është nga do, po ka edhe mos e harrojë. Edhe ne këtë, padëm brezim, domethënë ne vazhdojmë të harruajmë si traditë. Tani kjo takim breza është bërë e përvishme tu tek neve dhe ne mundohemi që ajsa mundësi sa kemi, atje ku vazhdojmë që ku jetojmë, të organizojmë, domethënë në lidhje me festën bashkë me besnikun, jemi në grup jam të shoqata, domethënë, dhe nga Tiranës, që merremi me organizimin me pjesës më të madhe të këtij eventi, edhe besoj se çdo vit ja kemi dalë. Përveç kësaj kemi krijuar edhe kështu evente të tjera këtu në fshat, siç është pikniku pranveror, edhe mbjellja e pemëve është bërë një traditë, nga çdo muaj i shkurt. Kështu që mundohemi që të bëjmë gjëra të mira për Kallaratin dhe sot është ditë e veçantë sepse për vetë që përkon me vetë muaj ngushtë, nga që vinë njerëzit që janë me leje, gjithë njerëzit që kemi vite pa e takuar edhe njihemi, prezantohemi, sepse kemi vite domethënë që vetë puna, jeta i kanë ndarë njerëzit që vetë sepse e tillë është. Ju falenderojmë që keni ardhur një herë të ndiqni aktivitetin tonë. Është kënaqësi e madhe që mbledhemi. Unë kam ikur nga fshati në klasë parë. Edhe jam rritur në Selenicë. Po gjithmonë me fshatin kemi patur lidhje sepse kemi patur jo motrat, jo kështu që dhe tani kam bërë me këtë rast kam bërë një si punë poezie për fshatin, për historikun, domethënë, e fshatit, sepse fshati jonë ka qenë në Kunjovë, nëse keni parasysh, ka qenë 1200 shtëpi nga vitet 1700-1800, ra kolera, një pjesë ikën shkuan në Itali, ca në Greqi, dhe një familje u vendos në fshat të Djegur. Nga i fshati Djegur u bën 200 shtëpi. Shtëpit në atë kohë kanë qenur me fjalë, me banjo brenda, edhe me havli, ishin të ashtu. Erdhi koha, të më u bën gati nga një, u bën 200 shtëpi. Atëre, në vitin 14, Greku që e quante pjesë të Vorjo e Pirit, me thënë Kallaratin, e sulmuan, edhe u vranë dhe 6 bashkëtar që rezistuan në atë kohë, e i vunë zjarrin fshatit. Është edhe lapidari që
është atje lartë, që tregon për ata personat. Çfarë keni përgatitur sonte një poezi, do na i thuj dy fjalë? Po, mund të themi, po, që të sigurohemi të mam një për para. Takimi brezëvet ka këtë të mirë, se tani është bërë Facebooku për ata që dinë ta shfrytëzojnë për interesat e mira të punës. Na ka bërë për shumë shoqata Kallarati, është bërë një shoqat shumë aktive. Edhe marrëm vesh të gjitha lindjet, thekjet larg qoftë, të gjitha problemet. Ashtu, shikojmë kur vinë, për shembull, unë kam patur një mësues këtu, në klasë të parë, ashtu, dhe e takoj pas 30 vjetësh në zyrën e Ministrit të Arsimit. Kishim shkuar të dy, interesoheshim për vajzat. Pas 20 vjetësh, dëgjova që vajza e tij, që është në Amerikë, kishte sponsorizuar Qendrën e Zërit për fshatin. Pra vajza e atij mësuesit që kemi patur ne që e takova, domethënë Sami Karabolli ishte pas quajtur ai mësues. Çfarë mbani mend, keni ikur në klasë e parë, çfarë mbani mend që atëherë dhe sa ka ndryshuar Kallarati? Tani bëre mirë që ma the këtë, sepse këtu më dhëm. Në kohën që unë isha në klasë parë, ishte klasa e parë, e tretë, e dytë, e katërt. Ka qenë këtu. Erdhi koha pastaj, që kur vinim këtu me leje, që takonim njerëzit, se unë kam punuar në Kuks 14 vjetë, kam qenë oficer kufiri, dhe kur vinim këtu, shikoja shkollën që ishte bërë 2 katëshe, madhështore, zgjente nga nxënësit e tjera. Dhe sot pas 70 vjetësh e gjoj shkollën gërmadhë, që nuk vepron, edhe kopshtin e qojnë në Vranisht. Pra, jemi në një sistem, çdo sistem ka të mirat e të këqijat e veta, ashtu, ne do i përshtatemi kohës, jetës e tjera, po sot më vjen këtu që ka ardhur koha, domethënë që deri këtu që sot i shikon gërmadha të gjitha këto. U habit një kosovar këtu erdhi vjet, edhe i tha ky Bako Xhaferi, i tha ky ka që materniteti. Pse tha ka pat maternitet këtu? Pra ju duk si habi, ka pat maternitet. Kështu që shikojmë që tani jemi kthyer në kohën kur unë isha në klasë të parë, që u largova dhe jam rrit në Selenicë. Riktheheni pas 2 vitesh në këtë takim brezash në Kallarat, si ndjeni? Shumë atëre, dua të them që ardhja ime në Kallarat është një nga performancat dhe dëshirat e mia më të veçanta dhe më të ngrohta që kam për këtë vend, për Kallaratin, natyrisht për njerëzit e këtij vendi, për të cilëve ndi shumë respekt, shumë dashuri, dhe e njëjta gjë është edhe nga ana ime. Nisi në themi në shtëpinë time, por me plot dashuri. Natyrisht ashtu vjen njeriu në shtëpi. Par vjet, ishte hera e parë natyrisht isha këtu, dhe përveç dashurisë së madhe të gjithë publikut këtu, ajo që më bëri më shumë përshtypje ka qenë dashuria e fëmijëve. Jo vetëm që ishin shumë të dashur, edhe të sonte ashtu janë, por edhe shumë fëmijë të talentuar. Këndonin shumë bukur, kërcenin shumë bukur, nuk e dija ku t'i bëja më shumë qefin, kush e meritonte më shumë vendin e parë, si të themi. Edhe me të vërtet për mua është një dashuri Kallarati, zonjat e zotrinjtë e tyre, edhe ndihem si tash edhe në fillim, si në shtëpinë time, dhe me zi po pres të filloj sepse tani jemi ende në fillimin e mbrëmjes. Cili është një ndër kujtimet më të bukura që ju do të ruani në këto takime brezash nga Kallarati? Sonte ende nuk ka filluar, por herën e parë ka qenë me të vërtet punë pjesëmarrja e fëmijëve, të cilët
më dhuron aq shumë dashuri dhe merrni mikrofonin dhe këndonte njëra më bukur se tjetra dhe njëri më bukur se tjetri. Ishin shumë fëmijë të talentuar, janë shumë fëmijë të talentuar dhe sonte, po ende nuk kemi filluar dhe kjo më ka lënë bresa shumë të veçanta. Një mesazh të lutem për gjithë pjesëmarrësit. Mesazhi im i përhershëm është të kenë shëndet, harmoni në zemrat e tyre. Kaq mendoj është e mjaftueshme për të jetuar bukur. Faleminderit shumë. Ju kur të doni kërceni, kur të doni uluni hani pini edhe hani pini e të doni sa të roj lalajgjoni. Ju kam shumë gjanë, o dritat e mia, o yjet të bukur ju. Mes zhurmës së muzikës popullore, duart trokitjeve dhe fjalëve përshëndetëse në mikrofon, takimi mbylli një natë të ngrohtë dhe frymëzuese. Dhe në përfundim të aktivitetit, falënderimi shkon për të gjithë pjesëmarrësit, banorët e Kallaratit, shoqatën, majën, orkestrën dhe ftesën që i bashkoi ata edhe nga qytete dhe fshatra të tjerë. Ndërsa të gjithë përshpëritën, miru takofshim përsëri. Ec nga do, por Kallaratin mos e haro.